11 kandidat ju nënshtruan procesit të primarëve në PD-n e Kukësit, Hasit dhe Tropojës të shtunën e 1 marsit për të zgjedhur me votë mes tyre kandidatët të potencial për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Drejtuesi politik për qarkun e Kukësit, Flamur Hoxha, e ka cilësuar si një proces të mbarë dhe të veçantë. Të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike që ishin dhe janë në listat e anëtarësisë së Partisë Demokratike kanë votuar, si dhe strukturat drejtuese. Mund të them që kanë qenë me raste shumë të vogla sinqerisht, sepse e kanë ndjekur këtë proces në të tre degët, pra janë fokusuar për një proces të rregullt në bashkëpunim dhe bashkërendim edhe me kandidatët apo vëzhguesit e tyre, dhe në linja të përgjithshme ndjehem mirë që anëtarësia, kandidatët, kryesitë e degëve kanë bashkëpunuar për t'i dhënë Partisë Demokratike Kukës Has Tropoj një proces të drejtë dhe për ta shndruar këtë ditë një ditë bashkimi të gjithë kandidatëve, 11 për qarkun Kukës, 110 nesër në këtë fushat në 3 shtabet elektorale përfitore në 11 maj, pse jo edhe 2640 anëtarëve apo edhe atyre që nuk kanë pasur mundësi të votojnë të bëhen një grup i fuqishëm dhe të jetë mbështetje për ta bërë bashkarisht fushatën zgjedhore të 2025-s. Fituesi i primarëve u shpallë mjeku Hasian Shkëlzen Ibra me 707 vota, ndërsa i dyti në listë u shpallë ishte drejtori i gjendjes së civile në Kukës, Shkëlqim Shehu, me 430 vota. Deputeti aktual Isuf Qelaj nga Tropoja ka marrë 410 vota, duke zënë vendin e tretë në këto votime.